ndërsa nuk janë plotësuar kushtet për mbajtjen e seancës për arsye se mungon një pandyrë gjenet shpesla, për të cilin gjykata ka lëshuar urdhër arrest, ndërsa i njëjti përmes zyrtarës së tij administrative ka dërguar vendin i cili ka arsyetuar mungesën. Ndërsa palë tjera janë prezent për pandyrën e avokat, gjykata pasi i merr pëlqimin e parë me procedurën seancën e ardhshme, seanca do të vazhdojë për secilën palë që është prezente, ndërsa secila palë që mungon, ndaj asaj pale do lëshohet urdhër arrest dhe kërkesë për caktim për abrogim. Sipas informatave që kam, ministri është në udhëtim zyrtar. Ku gjendet e deni apo? Ka shkam për t'i klaru, ma shumë nuk di. Nuk është ofër parashkrimit, disa herë kanë qenë pandejurit prezent, por ka pos raste që ka mungu dhe prokurori, po shpresojmë që me një afat të arsyeshëm do të fillojmë. Që kanë nevojë për cilësi me shkrim, për ndryshe po kanë pas arsye dhe do të pas arsye, të cilat edhe për Po, kanë pas arsye, ta dërgoj arsyetimin me shkrim, për shkak të obligimeve që kanë pasur ta marrin të vijnë.